Gushti ka hyrë në mesin e tij dhe për Bregdetin e Shëngjinit kjo do thot kulmi i sezonit turistik. Flukset e pushuesve vijojnë të jenë të larta ndërsa në të gjithë vijon bregdetare, puna për mirëmbajtjen dhe ofrimin e shërbimeve vijon çdo ditë. Pastrimi i plazhit kryhet në mënyrë të vazhdueshme, përfshirë dhe pastrimin teknologjik të rërës, ndërsa grupet e punës monitorojnë zonën për të garantuar një ambient sa më të pastër dhe të përshtatshëm për pushuesit. Këtë vit është vënë re edhe një rritje e numrit të turistëve të huaj, ndërsa pushuesit nga Kosova vijojnë të përbëjnë grupin më të madh të vizitorëve. Administratori i Shëngjinit Brahim Demi e cilëson edhe këtë sezon si të suksesshëm, duke theksuar se pushuesit janë shpërndarë në zona të ndryshme të Bregdetit, çka ka ndikuar në rritjen e frekuentimit të tij. Sezoni turistik në Shëngjin po vjen me flukse të larta pushuesit, ndërsa këtë vit vjet re edhe një rritje e numrit të turistëve të huaj që kanë zgjedhur Shëngjinin për të kaluar pushime. Në të rënd vijojnë shërbimet për mirëmbajtjen e plazheve dhe hapësira publike, ndërsa për pastrimin e rërës po përdoren edhe makineri të posaçme teknologjike, duke mundësuar një proces më të shpejtë dhe më efikas. Nga arsyet janë rrethime konkurruese që kanë ndikuar në rritjen e frekuentimit, duke bërë Shëngjinin një alternativë të preferuar për pushuesit. Këtë sezon kemi shpërndarje të flukseve për gjatë gjithë vijës bregdetare, nga ana hedhur punë e vajnë, duke krijuar një sezon më të shpërndarë dhe më dinamik. Vetë pushuesit thonë se zgjedhja e Shëngjinit nuk është e rastësishme, pastërtia, hapësirat e konsiderueshme publike dhe çmimet e përshtatshme për kategori të ndryshme janë ndër arsyet që i rikthejnë çdo vit në këtë Bregdet. Vallai ka që 3-4 vite që vim se Shëngjini na ka pëlqyer shumë, është shumë i mirë, edhe për fëmijë është i mirë. Super. Vallai na e morëm gjithmonë se arsye pse edhe fëmijët kënaqen më shumë edhe është shumë më mirë. Te hoteli Triumf vim gjithmonë. Kjo është hotel shumë i mirë, është i pastër, edhe për fëmijë ushqimi na pëlqen shumë mirë. Super, është për fëmijë super, edhe për ne. Plazhi i Shëngjinit është shumë mirë, unë kam marrë për një orgut, edhe është shoh shumë i pastër. Bregu është shumë i pastër, ka shumë ndryshim. Thonë vit është 3 vjet këtu. Keni zgjedhur plazh publik, pse plazh publik? Publika është për interes se nuk paguajmë taksa këta, parking s'paguajmë. Edhe na ka pshuar me këtë. A ka mjaftueshëm? Është i mjaftueshëm. Po, për sa shofer i mjaftueshëm më boll. A nuk ka vetëm po, ka shumë edhe të rëna hellën, edhe këtej ka mama i kam pa, po unë kam zgjedhur këtë se kjo është më i qetë. Për plazhin shumë i pastër, shumë i rregullt. Na nuk kena çfarë thojmë, aty administratori o bëm zoti halal, edhe punëtorët punojnë, vinë për ditë, e pastojnë Coca-Colët e gjanat, tepër të rregullt. Për drejtash. Është më i pa, më i qetë, sikur pastohet më mirë. Pastohet gjithkohon po, sidomos këto herë na ka pëlqyer edhe. Gjithmonë unë këtu kam ja 7-8 vjet që rri, në këtë vend. Plazhi publike ka mjaftueshëm? Ka shumë, nuk ka pas dikur. Tashi ka një 10 vjet e këtej, ka mjaftueshëm. Janë tamam si duhen, normat larg nga një tjetrit, edhe tan njerëzit si donë me vu çadrat e veta i vend. Kanë vend sa dush. Edhe këtë sezon veror Shëngjini po përjeton flukse të larta pushuesish. Ndryshe nga vitet e mëparshme, këtë sezon janë shënuar edhe përmirësime në menaxhimin e trafikut dhe në ofrimin e shërbimeve, duke krijuar kushte më të mira për vizitorët dhe duke bërë Shëngjinin një nga destinacionet e preferuara për pushimet verore.